Jemi kthyer Gedia Gaba, politolog, është bashkuar me mua në këtë bisedë për situatën politike, PS-n, PD-n, protestën. Po e nisim me shtetin Bektashi? Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Një media franceze ka botuar një lajm të plot për mundësinë e krijimit të shtetit Bektashi me të gjitha të dhënat, me emra konkret, përgatitjet që po bën qeveria shqiptare, do të ketë një monedhë, do të ketë përfaqësues diplomatik. Ne në Shqipëri sigurisht nuk kemi ende një informacion të tillë sepse qeveria nuk ka qenë kaq transparente për këtë. Është një lajm i rastësishëm, Gendi, apo është një lajm i cili vjen në një kohë kur protesta pritet të fuqizohet në shtator? Nuk është një lajm i rastësishëm, duke pas parasysh dhe burimet nga të cilat vjen, pra bëhet fjalë për agjenci të specializuara në informacione që nuk janë në disponueshmëri të njerëzve të përditshëm, pra unë sugjeroj që mund të jetë më shumë një sinjal politik që i jepet Ramës, ndërkohë që për të njëjtat arsye pse njerëzit dalin në protestë, përkon dhe organizimi se si po shqohet përpara kjo iniciativë nga ana e Ramës, pra bëhet fjalë për një iniciativë pa transparencë, pa konsultim, çka do thotë që pavarësisht se na ka dhënë besën dhe për 3 muaj jemi në besën e tij, mënyra se si kjo qeveri vepron është larg syve të qytetarëve, të cilët ndihen të përjashtuar nga vendimarrja, të papyetur, dhe kështu që presupozohet se mund të shtoj disi tensionin për shkak të faktit se pavarësisht rëndësisë historike që ka komuniteti Bektashi dhe për historinë shqiptare dhe kontributet që janë dhënë ndër vite si pjesë integruese e shoqërisë sonë, gjithsesi ky shtet, kjo iniciativë është në radhë të parë në papajtueshmëri me kushtetutën tonë, kështu që e shoh një kanal të pakapërcyeshëm për zotin Rama. Mund të ketë mënyra të tjera se si kjo iniciativë mund të përkthehet pastaj në formë operative, megjithatë si një shtet e le pastaj me kapërcime pindarike duke krahasuar me Vatikanin, duke në absurditete që nuk përkojnë as me traditën historike, as me realitetet politike të vendit tonë. Mund të jetë përkundrazi një faktor që mund të krijojë të kundërtën e asaj që zoti Rama predikon, pra si një burim harmonizimi fetar për të eksportuar, mund të gjenerojë tensione të panevojshme për Shqipërinë, e cila është mjaftueshëm e nxehtë politikisht në këto ditë. Nga njëra anë, mediat franceze flasin për shtetin Bektashi,